Përshëndetje. Le të interpretojmë së bashku panoramën e vitit 2026. Nga Forja. Në janar kemi 10 shpatat, faqen e monedhave, asin e shkopimve dhe rest, pusho. Çfarë nënkuptojnë këto karta për muajin janar për ju? 10 shpatat është kulmi i lodhjes mendore, zhgënjimit apo dhimbjes. Një situatë që nuk mund të përkeqësohet më shumë dhe po shkon drejt mbylljes së plotë. Janari sjell kthjellim pas një periudhe stresi, duke ju shtyrë të pranoni fundin e diçkaje dhe të lini pas mënyra të vjetra mendimi apo marrëdhënie që ju thyejnë. Faqja e monedhave me thotë se keni aftësinë të mësoni diçka të re dhe të ndërtoni siguri materiale, por duhet durim dhe përqendrim në detaje. Por në këtë mes mund të jetë i përfshirë edhe një fëmijë, mendoj unë, me faqen e monedhave. Ndërsa asi i shkopimve flet që pas mbylljes vjen një rrymë e fuqishme inspirimi dhe pasioni që mund të shënojë një shkëndijë të madhe krijuese ose profesionale. Pra një po e fortë për një nismë që ju nxjerr nga stagnimi. Mesazhi kryesor është pushimi, rest, shkëputja nga ankthi ditor, rikthimi te qetësia e brendshme. Mbyllni një kapitull ku jeni ndjerë të tradhtuar dhe të raskapitur. Ky është mesazhi për janarin. Ndërsa në muajin shkurt, kartën qendrore kemi 9 shkopinj, 7 shpatat, 6 monedhat dhe kujdes. Çfarë nënkuptojnë këto karta për muajin shkurt? Me 9 shpatat ndjeni të lodhur, por ende në këmbë, jo ende të pamposhtur. Kjo kartë flet për rezistencë, për ruajtje të kufive dhe një betejë të fundit para se situata të stabilizohet. Por edhe të mos e mbani paranojën më shumë se sa duhet. E 7 shpatat është një energji mashtrimi, fshehtësie, ose strategjie e fshehtë, ose ju jeni përpjekur të dilni nga situata me rrugë të tërthorta, ose dikush që është në rrethin tuaj nuk është krejtësisht i sinqert. Kjo kartë ju nxit të përdorni mendjen, planifikimin dhe intuitën, dhe jo të bëni lëvizje impulsive. Me 6 monedhat është balanca në dhënie dhe marrje, edhe është shumë thelbësore. Pranoni ndihmën pa u nënshtruar dhe mos jepni kaq shumë sa të ndiheni të shfrytzuar e të raskapitur. Ky muaj kërkon kujdes të shtuar me kartën e orakullit këtu. Pak a shumë kjo është energjia për muajin shkurt, që duhet kontrolloni 2 herë informacionin, letrat, marrëveshjet dhe mos besoni verbërisht premtimet e të tjerëve. Mars tani. Në muajin mars kemi 2 shkopinjt, 8 shkopinjt, mbretëresha e shpatave dhe ankth me prizmën e orakullit. Okej, muaj mars me 2 shkopinjt flet për pritje vizionare, për një vendim që duhet marrë dhe për mundësi që i shihni larg. Me indikatorin e 8 shkopinjve, ngjarjet nisin të lëvizin shumë shpejt. Lajme të papritura, mesazhe, vendime të shpejta, mundësi që krijojnë reagim të menjëhershëm. Mund të ndjeni se jeta bëhet më e zënë, por kjo është shenjë se pengesat po zhbllokohen dhe projektet marrin hovë. Për të përfituar nga ky ritëm, duhet të jeni racional dhe të prerë në komunikim, duke vënë kufi të shëndetshëm në marrëdhënie dhe në punë, sepse mbretëresha e shpatave ka pjekuri mendore. Ajo analizon faktet, është e ftohtë në gjykimin e saj dhe merr vendime të kthjellta pa u ndikuar nga drama emocionale e të tjerëve. Ankthi nga Prism Oracle tregon, duket sikur ankthi rritet sepse mendja ikën në përskenar negativ. Dalloni frikën imagjinare nga rreziku real. Kjo është pak a shumë çfarë thot edhe çfarë kërkon Marsi.
Në muajin prill kemi njeriun e varur, 5 monedat, mbreti i kupave dhe protection, mbrojtje. Atëherë, çfarë flasin këto karta për muajin prill? Njeriu i varur ju kërkon pauzë, dorëzim dhe shikim të situatave nga një kënd tjetër. Nuk është muaj për të shtyrë gjërat me forcë, po për të pranuar vonesat, për të sakrifikuar një çik diçka dhe për t'u riorientuar më pas. Me 5 monedat, një periudhë varfërie, financiare ose emocionale, ku mund të ndiheni të lënë jashtë, të pambështetur, ose të shqetësuar për sigurinë tuaj ose të një personi që ju e doni shumë fort. E me mbretin e kupave, dalja nga kjo fazë sjell një nivel të ri ekuilibri emocional dhe mshurie dhe maturie. Mund t'ju përfaqësoj ju vetë ose një person të butë pranë jush. Ai është intuitiv, që ju mbështet dhe ka aftësinë për të mbajtur qetësi në stuhi. Edhe pse po kaloni vështirësi, jeni në një mbrojtje të fortë energjetike, udhëheqje intuitive, ëndra, sinjale që do t'ju udhëheqin. Muaj maj me 5 shkopinjt, me 6 shpatat, 2 shkopinjt në të kundërt dhe karta e suksesit. Nis pak si me kaos. Muaj maj me 5 shkopinjt flet për tensione, konkurrencë ose grindje të vogla, ku secili do të dëgjohet edhe mund të ketë konflikte interesi me dikë tjetër. Me 6 shpatat duhet lëshoni pas situata të dhimbshme për të shkuar në një drejtim të ri, më të qetë. Kjo mund të jetë në mendje, mund të jetë në punë, mund të jetë edhe në marrëdhënie. Edhe pse mund të ketë nostalgji, kjo kartë tregon se udhëtimi larg stuhisë është vendim i dur për zhvillimin tuaj. Me 2 shkopinjt në të kundërt flet për frikë nga ndryshimi. Keni ngecur pa marrë veprim në planifikimin e duhur. Mos qëndroni në pritje absolute. Edhe nëse nuk është plani perfekt, sepse suksesi vjen nëpërmjet menaxhimit të konflikteve në mënyrë të pjekur dhe duke mos u fshehur më nga shanset që ju dalin përpara. Në muajin qershor kemi në krye mbretëreshën e monedhave me faqen e kupave, 8 kupat dhe Prism Oracle që është energjia. Okej, në muajin qershor, mbretëresha e monedhave është fokusit e stabiliteti, mirëqenia dhe kujdesi, ku ju ushqeni sigurinë tuaj materiale ose shpirtërore, dhe faqja e kupave është një frymëre ndjenjash, ftesë romantike mund të jetë, ose mund të jetë një mesazh i këndshëm, ide artistike, zgjuarja e fëmijës së brendshëm, por mund të jetë edhe një fëmijë, që mund të jetë fëmijë real, fëmijë juaj ose në rrethin tuaj, që për ju ka rëndësi, sigurisht. Kjo energji po ju shtyn të largoheni nga diçka që nuk ju përmbush më me 8 kupat, sepse kjo mund të jetë, domethënë mund të jetë një punë, mund të jetë një raport, stil jetese dhe ju e kuptoni se për rritjen tuaj shpirtërore duhet të lini pas diçka ose dikë dhe të ndiqni një horizont më kuptimplot. Këtë muaj do të keni shumë energji për të investuar në stabilitetin praktik, në krijim të rinj tuaj apo në udhëtimin e ri që po ju thërret. Në muajin korrik. Në korrik, kartat flasin për mbretëreshën e kupave, 9 shpatat, 2 shpatat dhe love, dashuria. Okej, shumë e ndjeshme mbretëresha e kupave. Në korrik, kartat flasin për ankth në mendime në fakt, dhe duket sikur ka mendime të rënda rreth çështjeve të zemrës, por mes tyre shfaqet një energji e fortë, dashurie dhe ndjeshmërie, ku duhet të merrni një vendim të vështirë duke dëgjuar zemrën dhe jo frikën. Mbretëresha e kupave ju nxit të kujdeseni për veten ose për një person që mund të jetë pranë jush dhe që ka nevojë për kujdes. Duhet të kujdeseni me dëmshuri, të dëgjoni intuitën dhe të lejoni që butësia të jetë forca juaj, por jo dobësia juaj.
Dhe me nëntë shpatat, thuhet se mendja juaj po e egzageron rrezikun. Gjërat duken më të zeza nga që janë në të vërtetë dhe nevoja kryesore është përmbajtja e ankthit, jo dënimi i vetes. Dy shpatat thotë se duhet të përballeni me një zgjedhje të vështirë që keni tentuar ta evitoni dhe çfarëdo vendimi të merrni, udhëzimi është të zgjidhni nga vendi i dashurisë, jo nga frika apo faji. Në gusht, muaji gusht përfaqësohet nga mbreti i kupave, 3 monedhat, kulla dhe vendosmëria. Okej, muaji gusht. Me sa duket në gusht, do të qëndroni të fokusuar në ato që ndjeni me pasion dhe kontrolli emocional do të jetë super fuqia, le të themi. Themeli i gushtit është i shëndosh. Punë e bërë mirë, lidhje të mira me bashkëpunëtor ose me familje, familjar dhe një klimë e përgjithshme pozitive në vendin e punës ose në shtëpi. Kulla nuk është fatkeqësi absolute. Do thoya që është çlirim, diçka që nuk ishte e qëndrueshme, po shëmbet, megjithse është shokuese, mund të jetë e nevojshme. Në gusht do të testoheni se sa të aftjeni për të ruajtur qetësinë në stuhi. Pavarësisht përmbysjes, ju keni kontrollin emocional dhe kulla do të pastrojë me rrënjë atë që po ju ndot juve. Shtator. Në muajin shtator kemi perandoration, kemi hierofantin, drejtësinë dhe disruption. Përçari. Okej. Perandoresha. Kjo kartë thotë se gjërat duhen lënë të piqen natyrshëm, mos e detyroni procesin, por ushqeni me dashuri dhe do të sjellë frytet e veta. Hierofanti, kjo energji flet për mësime të rëndësishme dhe ndonjëherë për kufizim nga dogmat të tilla do me thënë keni ndjekur urdhra se si ju kanë thënë më të mëdhenjt në familje, keni ndjekur ligjëratat e më të vjetërve dhe nuk e keni zbatuar ndonjëherë dëshirën tuaj, sepse këto janë dogmat që ju keni ndjekur për shkak të opinionit. Drejtësia kjo kartë nxit të jeni maksimalisht të sinqert dhe të drejtë, sepse çdo vendim peshohet në peshore. Për të ardhur te ky ekuilibër duket se disa struktura më saktë, marrëveshje ose pritshmëri do të tronditen. Do të tronditen me përçarje, jo aq dramatike sa kulla e gushtit, por mjaftueshëm për të tundur rutinën. Mos u kapni fort pas rregullit vetëm sepse kështu duhet bërë, siç thonë të tjerët pra, sepse në shtator energjia është shumë e fortë dhe madhore. Pra një ndeshje mes traditës dhe instiktit, ku disa rregulla ose prapaskena prishen për të vendosur një ekuilibër më i drejtë. Prandaj orakulli paralajmëron për shqetësim në sisteme, por që vendosin drejtësi. Pak a shumë kjo është. Këtu mund bëhet fjalë edhe për një divorc me energjinë që po shoh. Tetori. Në tetor kemi faqen e kupës, 10 monedhat, karroca dhe pasion. Okej, tetori. Kartat tregojnë një muaj me pasion, me lëvizje të forta, një lajm ose fillim i ri emocional, që ndes dëshirën tuaj mbi një bazë të mirë familjare ose materiale, dhe ju merrni kontrollin e drejtimit të jetës tuaj. Është muaj ku emocionet e buta, ëndrat fëminore të tregojnë një rrugë më të gëzueshme. 10 kupat flet për ndjenjën e të qenit të rrënjosur, pjesë e një fisi ose strukture që ju jep mbështetje. Çelësi i tetorit është të ndiqni pasionin dhe ta kanalizoni atë. Jo ta lini të shpërndahet si zjarr pa kontroll. Ky muaj mund të shënojë një hap shumë të guximshëm
drejt jetës që dëshironi vërtet. Në muajin nëntor kemi kalorësin e monedhave, 8 monedat, mbretëresha e monedhave dhe rritje growth. Okej, nëntor. Energjia e nëntorit duket pak e ngadalt, por shumë e fuqishme përmes punës së përditshme, durimit dhe kujdesit praktik, po ndodh një rritje e madhe në jetën tuaj materiale ose profesionale. Ky muaj kërkon këmbgulje, organizim dhe punë të qëndrueshme, jo vetëm impulsive, jo veprime impulsive, por hapa të sigurt drejt një qëllimi konkret, sepse me 8 monedat jeni duke u përgatitur për diçka dhe rezultati i kësaj pune të qëndrueshme është rritja e sigurisë, bollëkut dhe aftësisë për të krijuar një jetë të rehatshme, por për veten tuaj dhe për të tjerat. Kjo figurë tregon sukses të fituar me mund dhe pavarësi materiale. Pra growth, rritje, thot që mos u zhgënjeni nga ritmi i ngadalt, sepse rrënjët po thellohen. Tani me dhjetorin, 6 shkopinjt, hëna, mbreti i shkopinjve dhe refuzimi, rejection. Okej, muaji dhjetor. 6 shkopinjt do të thotë ngritje, promovim ose njohje e rëndësishme për punën e bërë. Në dashuri, dikush i interesuar po ju sheh në dritë të syrit me admirim, domethënë energjinë e dashurisë. Në përgjithësi flitet përfitim me 6 shkopinjt. Por mund të ketë edhe shpresë, edhe energji pozitive. Është koha për të qenë i gëzuar për veten, sepse kjo nënkupton edhe ato frazën unë e fitova, unë e meritoj dhe të gjithë e dinë, ose të gjithë duhet ta dinë, duhet ta shohin. Pra pak a shumë kjo është energjia e 6 shkopinjve, pra një fitore, një triumf. Dhe mund, hëna do t'ju bëjë të dyshoni vetvete, por njëkohësisht do të zgjojë intuitën dhe botën tuaj të brendshme. King of Wands, mbreti i shkopinjve, tregon se fundviti ju gjen më të sigurt në drejtimin tuaj dhe gati të udhëhiqni në projekte ose marrëdhënie me kuraj. Dhe mund dhe refuzimi së bashku, rejection, thonë që të mos e merrni refuzimin si dështim personal. Mund të jenë njerëz, mund të jetë punë, apo mund të jetë mundësi që nuk përputhen me rrugën tuaj dhe kartat thonë se këto jot që mund të merrni janë për t'ju mbrojtur juve dhe për të kufizuar diçka që është e gabuar për ju. Muaji më i mirë duket muaji maj, mendoj. Dhe muaji sfidues do thoja shkurti, shtatori dhe muaji dhjetor. Unë ju uroj gëzuar festat dhe paçim.